Gjetan Keta e ka mbajtur fjalën e dhënë. Ai është shpallur kampion Evrope në boks duke e mbrojtur për herë të parë në historinë e sportit shqiptar këtë titull në Shqipëri, përpara tifozëve shqiptar dhe pikërisht në qytetin e tij të lindjes, Bulqiz. Në qytetin e minatorëve, të pasur me mineralin e çmuar të kromit, por me një popull që jeton në varfëri, Gjetan Keta i ka lumturuar të gjithë bashkëqytetarët e tij duke i dhuruar titullin kampion Evrope në boks. Në një atmosferë të shkëlqyer që në hyrje të qytetit të Bulqizës, në një ring të improvizuar në fushën e sportit të qytetit, në praninë e mira të tifozëve të ardhur nga të gjitha krajinat e Shqipërisë dhe nga Kosova, që mbanin simbolet kombëtare. Gjetan Keta është ngjitur në ring për të mbrojtur titullin kampioni i Evropës, përballë sfidantit rus, Marat Kuzev. Sportdashtë shqiptar tregojnë qytetari të lartë dhe respekt kur ekzekutohen himnet e Rusisë dhe Shqipërisë. Sfida fillon e fortë, teksa në raundin e parë duket sikur të dy boksierët duan të njohin njëri tjetrin. Në të dytin, Keta fillon të godas më fort kundërshtarin. Raundi i tretë është fatal për boksierin rus. Gjetan Keta godet me të majtën e tij dhe Kuzev rrëzohet në ring. Gjyqtari numëron deri në 10 dhe Gjetan Keta është sërish kampioni i Evropës në boks, në versionin WBC, për peshat e mesme, duke fituar me nokaut. Gjithë tifozeria është në delir. Flamujt e shumë kuqezi valviten dhe emri Ketës bororitet nga të gjithë. Brezin kampionit ja vendos presidenti Federatës WBC, Matle Müller. Tepër i lumtur, Gjetan Keta është shprehur. Kishte diçka për mua shumë e rrallë, për mua jashtëzakonshme, dhe jam shumë i lumtur që arrita kësaj dite ta mbroj titullin dhe i falenderoj gjithë shqiptarët kudo që janë, që më kanë mbështetur sonte për mua. Falenderoj. Edhe Ismail Keta, trajneri dhe vllai i kampionit të Evropës, është shprehur i kënaqur me këtë fitore. Nuk është vetëm merita ime si trajner dhe forca e këtij, por forca e bulqizakëve e publikut shqiptar. Unë isha i bindur pra ne pranova një sfidues tillë që është me shumë provojë dhe i rangut botëror, sepse dije që Gjetani ka energjitë të marrë, të fitojë nga të jetë botë dhe më i fortë me publikun shqiptar. Dhe fal atyre, fal punës që kemi bërë, Zoti na shpërbleu dhe sot kemi titullin përsëri në Bulqiz. Këtë sukses të madh e ka përshëndetur dhe zëvendësministrja e Arsimit dhe Sportit Nora Malaj. Personalitete si vëllezërit Keta, të cilat janë krenari e kombit. Dhe pikërisht ky modeli këtyre, i ardhur nga ky vend, i edukuar në Gjermani, dhe qarin që qendrën e tyre të vendbindjes ta kthejnë në qendrën më të madhe të arenës së ndeshjes ku vlera reale është vlera e sportit, është një nga modelet më të mira që neve i dham sot, jo vetëm Shqipërisë, por gjithë botës. Gjetan Keta u shpall për herë të parë kampion Evrope në mënim në 19 korrik dhe sipas rregullorës së WBC brenda 6 muajve duhet të mbronte këtë titull. Ai rikonfirmohet kampion Evrope në WBC në 18 tetor në Bulqiz dhe tashmë objektivi Majkut është titulli kampion bote. Para duelit të Gjetanit janë zhvilluar më herët dhe 4 ndeshje të tjera, por në kickboks. 4 djemt të Akademisë Keta janë përballur me kundërshtar italian. Të 4 duelet janë fituar nga sportistët shqiptar: Fabian Gjonaj, Sajmir Peti, Kristian Prenga dhe Ferit Keta. Më pas në ring është ngjitur Gjermania kampione e Evropës në kickboks, Mareike Mich, në një fitore të vështirë ndaj sfidantes austriake. Nina Schuker, Gjermania ka mbrojtur për të dytën herë titullin e kampiones së Evropës. Për të nderuar Mike nga Gjermania, Bashkia e Qytetit të Bulqizës e ka shpallur atë qytetare nderi.